Skandal në 50 vjetorin e Microsoftit. 2 punonjëse të Microsoftit u pushuan nga puna sepse protestuan për Palestinën. Gjatë eventit për 50 vjetorin e Microsoftit, Ibdi Halabousad, inxhiniere software në këtë kompani, ndërhyri gjatë një prezantimi. Ajo akuzoi Microsoftin për bashkëpunim me ushtrinë izraelite dhe për përfitim nga lufta. Ajo hodhi një shall palestinez në skin dhe u largua nga sigurimi. Më vonë, një tjetër punonjëse, Vania Agrawal, ndërpriu një bisedë mes Bill Gates, Steve Ballmer dhe CEO-n aktual Satya Nadella. Ajo i akuzoi ata për heshtje ndaj sulmeve ndaj civilëve në Gaza. Pas protestës, të dyja u pushuan nga puna. Microsoft tha se ka mënyra të tjera për të shprehur shqetësimet dhe se ky veprim nuk ishte i pranueshëm gjatë një eventi të tillë. Protesta ndodhi pasi u raportua se inteligjenca artificiale e Microsoft dhe OpenAI është përdorur nga ushtria izraelite për të zgjedhur objektiva për bombardime në Gaza. A u pushuan punonjësit sepse shkelën rregullat e kompanisë apo sepse guxuan të thonë të vërtetën?